robotë. Dhe kështu, tërtimi ngarkesës së saj nuk mund të ngarkohet në llogarinë tonë. Në respekt, Henry Domi, drejtori i përgjithshëm në fabrikën e robotëve. E shkrove? Nisni letër të. Jemi shumë të kënaqur të konfirmojmë marrjen e porosisë suaj për 15.000 robotë. Shëndetje, zyrja qendrore e fabrikës robotëve. Po, patjetër. Si gjithmonë, dërgoj një mesazh zyrtar. Gjithë të mira. Ku ishim? Ishim te porosia 15.000 robotë. 15.000 robotë. 15.000. Zoti Domin, më falni për shqetësimin. Ka ardhur një zonjush që dëshiron t'ju takoj. Kush është ajo? Tha se quhet Helena Glori, dhe se është e bija e industrialistit të famshëm Ernest Glori. Lejoni dy. Si urdhëroni. Urdhëroni zonjush Glori, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Ju jeni zoti Domin, drejtori i përgjithshëm? Unë, Dora me. Ja të shërnimi tuaj, zonjush. Unë kam ardhur Si e bija presidentit Glori, nuk ka nevojë të shumë. Ky është një deri jashtëzakonshëm për ne. që nuk mund të më tregoni derën tjerë, zoti Toni. Që mund të mirëpresim vajzën e një industrialisti kaq të shquar sa baba juaj. Ju lutem, uluni. Zulla, mund të shkosh. Si mund të ndihmoj zonjush Glori? Kam ardhur Përpara fabrikën tonë. Të gjithë vizitorët duhet të shohin fabrikën. Dhe ju sigurisht që jeni shumë në mirëpri. Mendova se nuk lejohet. Hyrja në fabrikë. E po, sigurisht që nuk lejohet, por kushdo që vjen këtu ka një rekomandim nga dikush zonjush Glori. Dhe i lejoni të gjitha shohin? Jo të gjithë. Pasi krimi i njerëzve artificial është sekret industrial. Se nuk më lejoni ta përfundoj atë që nisë të them? Dhe vjen keq. Nuk ishin ato që do një thoni? Doja të pyesja. Nëse mund të tregoj diçka fabrikën tonë që të derën nga ta shohin. E po sigurisht që po zonjush Glori. Çfarë ju bëri të mendonit se është kjo ajo që doja të kërkoja? Të gjithë kërkoj të njëjtën gjë. Unë personalisht mund të tregoj më shumë se sa të tjerët do jo të shohin. Ju faleminderit. Zonjush Glori, e tëra çfarë kërkoj nga ju është mos i thoni asgjë. Askujt tjetër. Fjalë deri. Unë ju besoj fervorisht që tani zonjush Glori. A mund të... Si u shpëlltimi mani? A i kaluat një? Po, përse pyesni? Sepse duke një shumë e lejtë. A do shkojmë ta shohim fabrikën tani? Po, mendoj rreth 20 vjet. 20 çfarë? Vjeç, 21. Se do vi ta dini këtë? sepse paka shumë do të qëndroni për ca kohë këtu, apo jo? Jo varet nga sa zgjidhni të më tregoni ju nga fabrika. Do t'ju tregoj gjithçka, absolutisht gjithçka. Ju lutem, uluni. Zonjush Glori, a jeni interesuar të dëgjoni historinë e shpikjes sot? Po, jam. Ja, si ka ndodhur historinë. Ishte viti 2026, ka porosum, ende një burri atëherë një shkencëtar i madh, erdhi të jetonte në këtë ishull izoluar në mes të oqeanit për studiuar biologjinë detare. Dhe krahas studimeve të tij, ai bëri disa përpjekje për të sintetizuar strukturën kimike të ndërtëgjara të njohura si protoplazma. Dhe përfundimisht zonjush Glori studoi një material që silli njësoj si ndërtëgjara, pavarësisht se kimikisht ishte mjaft i ndryshëm nga ato. Kjo ndodhi në vitin 2038, pra pas 12 vjet kërkimesh. Ju i dini gjitha këto përmendesh? Po, sepse biologjia nuk është fusha ime. A të vazhdoj? Po, patjetër. Dhe pastaj zonjush Glori, jashtë pashkërej në shënimet e kimike. Natyra ka gjetur vetëm një mënyrë për të organizuar materien e gjallë. Gjithatë, ekziston edhe një mënyrë tjetër, që është më e lehtë për të formuar dhe më e shpejtë për të prodhuar, sesa e ka bërë ndonjëherë natyrë. Ky ishte një nga momentet e mëdha të historisë së bashkëkohës.
i gjen kudo nëpër internet. Por, a i dini çfarë nuk gjendet në internet, zënjull Shlori. A i plaku përsum ishte plotësisht i çmendur. Seriozisht. Por, mbajeni për vetë. A i seriozisht donte të krijonte një qenie njerëzore. E po, kjo është ajo çfarë bëri, apo jo? Diçka e tillë, po, por a i mendon të krijonte një qenie njerëzore njësoj si ju dhe unë, deri në fijin më të vogël të flokët. Zënjull Shlori, a keni një njohuri mbi anatomi? Jo dash, divesh disa gjëra bazike. Njësoj edhe unë. Pa mendon, plaku të rësum ishte në moment të krijonte gjithçka, çdo gjë, çdo organ, ashtu siç janë në trupin e njeriu. Pra zemrën, veshkat, bajamet, kërthizet, madje edhe ato organe që janë pa funksion si apendiciti apo organet e riprodhimit. Po ato pse? E pra, pse? Qenet e krijuar prej tij do të prodhoheshin në mënyrë artificiale, kështu që organet e riprodhimit ishin të nevojshme. Në muze do t'ju tregoj një përbindësh që ai krijoi pasi punoi vjet. Supozoj të ishte një burr, por jetoi gjithsej vetëm fritin. Plaku rësum nuk ishte as pak shqetë, ishte neshme që shëndor, por rezultatet e punës së tij ishin të mahniqshme. Çfarë ndodhi pastaj? Pastaj hyri në skenë djali i Rësumit, i cili edhe ai ishte një gjeni. Dhe sa po pas e shparbënte, plaku tha: "Kjo është çesharake. Të kalosh 10 vjet duke krijuar një burr. Nëse mund ta bësh me shpejtësi natyra, atëherë duhet e çesh dorë." Në pas se një Shlori, ai vetë studionte anatomi. Po kjo nuk thuhet informacione të shpërndara në internet. Ato që thuhen në internet janë reklama të paguara dhe të gjitha llojet e budallësh. Motrisht, një kur plaku Rësumi krijoi vetë jo robotet të cilët ishin shumë më të avancuar se robotet e trup krejtësisht mekanik që prodhoheshin deri atëherë. Ai mendonte të krijonte njerëz të vërtetë. Pra, profesor të vërtetë ose idiot të vërtetë. Ishte Rësumi Ria që pati idenë e krijimit të robotëve që njohim ne sot, të cilët do të ishin një fuqi e gjallë, punëtore dhe inteligjente. Dhe ajo që thuhet të kurthi në dhejë që punonin së bashku është vërtet një palla. Ata shkuan kurse debatuar. Plaku nuk kishte asnjë ide në industri dhe tregti. Dhe i riu përfundoi duke mbyllur atë në laboratorin e tij. Derisa një ditë e gjetën atje të vdekur. Dhe pastaj çfarë bëri Biri? Në Rësumin e ri, erdhi një periudhë kretere. Pra, pas periudhës së kërkimit, erdhi periudha e prodhimit. Ai është njeriu dhe pa mund njerëz që ishte tepër ndërlikuar. Dhe se çdo inxhinier i mirë mund ta projektonte atë shumë në thjesht. Pas, ai filloi të ridizajnonte të gjithë anatominë, duke parë se çfarë mund të vinte jashtë ose çfarë mund të thjeshtohej. Shkurt, zënjull Shlori, nuk po e përsisë apo jo? Jo, përkundrazi, ku ju ndjek me kushëri? Pra, Rësumi Ri tha me vete. Njeriu është një qenie që bën gjëra të tilla si për shembull të dalë shëtitje ose të duhet me këmi. Pra, ai bën këto gjëra që thjesht nuk janë të nevojshme. Zënjull Shlori, çfarë punëtori se është më? Mendoj se ai që është i ndershëm dhe i përkushtuar. Jo. Lloji më i mirë i punëtorit është punëtori më i mirë. Ai që ka më pak nevoja. Ajo që shpikur Rësumi Ri ishte një punëtor me nevoja rreth minimale. Ai hodhi gjithçka që nuk ishte dobishme drejt për punë. Do të thënë, hodhi njëri dhe zëvendësoi atë me robot. Zënjull Shlori, robotët nuk janë njerëz. Ata janë shumë më të sofistikuar se ne, por nuk kanë shpirt. Ajo çfarë krijoi Rësumi Ri ishte diçka shumë më sofistikuar teknikisht, nga se ta bërë në natyrë. Disa thonë se njeriu është lloj evolucioni që ndodh në natyrë. Ama disa të tjerë pretendojnë se njeriu është krijuar nga Zoti. Po. Por cilat do qoftë vërteta, krijimi i robotëve të tillë ishte një sfidë si ndaj Zotit, po ashtu ndaj natyrës. A nuk keni frikë se do të zgjidhni sekretin e prodhimit të robotëve? Është presë e pamundur të dalë sekret. Ky ishull është totalisht i izoluar. Nuk ka lidhje me internet.
dhe ruhet për gjatë gjithë prezentatimin një ushtrim vërtet robot është armatosur. Dhe të lidhe me botën është kjo linjë është telefonit e kërcina zërë porosi. Dhe këtu, lejo në lidhë në mani për karë robotët e porosi. Kontrolin në port shtepër e vetë, nuk jemi në pjeni se një shkëdori se eksiston në një pak në rëpontarë si pas të cilin asë një shtep nuk mund të prejt një shmin i cili tashmë në zonë neutrale. Kuptojnë, të gjitha shtetet kanë të interesuar për robotët që prodhojnë me. Ata që punojnë këtu, kanë në shkruar kontrata teksti përjeqë dhe nuk mund të takojnë unë nga të. Duket e frikshme! Pra, ju për këtë një fare që përndonë në përbot? Zënë një shlori. Informojemi vetëm me gazetat dhe revistat që në vinë në post. Kaq. Mirë, së pa. Para pa ti të shpash për e farë në robot. Punon të si mashtërës rrugësh. Duke i fort i çuditshëm dhe i qetë. Po, daktilografën time. Fat. Nuk e pash me vëmendje. Sula, e abrën. Fabrika jonë, zënë shlori, nuk ka proponuar kur robot me specifika individuale. Por ne kemi disa që në më të mirë se të tjerë. Dhe më të mirë që qashin deri në njën se të tjerë. Dhe pastaj derizin, apo jo? Po, amortizohen dhe nuk funksionojnë nga. Sula, lejë që zënë shlori të shokë. Gëzojmë që kërë të kojë. Duhet tjetë shumë e kështirë për ju këto, e shkëputur nga pjesa tjetër e botës. Unë nuk e një pjesën tjetër të botës, të shkëllori. Lutem ullëni. Nga jeni? Prej këtu, nga fabrika. Ju keni lindur këtu? Po, unë jam kryer këtu. Çfarë? Sula nuk është një person, zënë shlori. Ajo është një robot. Sula nuk ka ndjetë. Mund të ekzaminoni. Prekja një fytyrën dhe do të kuptoni se lëkura e saj është si e një mund. Jo, nuk dua. Folë në mysafirën tonë, Sula, jemi fort të ndëruar që e kemi këtu. I lutem, ullëni zërush. A e keni kaluar mirë? Po, shumë mirë, faleminderit. Do e përshëlloja mos tehni më në anjen Amelia, zërush Glori. Pasi barometri po bie shpejt, është vendosur në nivelin 705. Prisni këtu derisa të vi anja Proteus. Ajo është një anje mjaft e mirë dhe mjaft e fortë. Sa e madhe është? Është me peshë 12 ton dhe mund të udhtoj me shpejtësi deri në 30 milje në orë. Njëftë të një Sula, njëftë. Nga të rego, sa një fletë frëngjisht. Ju flisni frëngjisht? Unë flasë 4 gjuhë. Thuaj e dashur zëllush në të 4 gjuhë. Dear Miss, Chef Mademoiselle, Gentile Signorina, zjeve ta. E gjitha kjo është mashtrim! Ju jeni të gjithë sharlatan! Sula nuk është robot, e është një vajzë gjallë një mision! Sula, duhet ke shturm nga veta! Pse po luan një të tillë? Unë jam një robote. Jo, po gënjen! Dinket, Sula, e kuptoj që të detyroj ta përshëndet vetëm që produktet e tyre të duken bukur. Sula, ti je një vajzë gjallë një mision, pranoje! Falë zëllush Glori, por Sula është në vërtet një robot. Po gënjeni! Atëherë, po e qoj Sulën me dhomën e autopsisë që ta hapë. Ku? Dhe dhomën e autopsisë, pasi ta kemi hapur, mund të shkojnë e ta shenjë. Nuk do shkoj atje. E po, nuk kam mirë tjetër, po a vërtetoj se Sula është robot. Duni ta prisni! Zëllush Glori, një makinë nuk mund të pritet. Mos u shqetëso, Sula, nuk do të lejoj të çoj aty. A të trajtojnë gjithmonë kështu? Nuk duhet të durosh, atë gjën, nuk duhet të durosh. Unë jam një robote. Nuk më intereson se çfarë jeni. Robotët e njerëz paqë të mirë sa ne. Sula, a të lejoj vërtet të ta prisni trupin? Po, Unë nuk e frikë të vdesësh? unë nuk e kuptoj vdekjen, zërush Glori. A e di se çfarë do të thotë atëherë? Po,
nuk kam djejtë nësi, zëri Flori. Jam në pak se bari. Ju lutem, largojni që këtej patën. Sulla, mund të shkosh. Kjo gjë më duket e neveritshme. Çfarë ka të neveritshme këtu? Nuk e di. Qetësoni, ju lutem, qetësoni. E jeni të detaje. E jeni. Senjor Shklori, çfarë shifi atje? Disa vjetra muratorë. Ata janë robot. Të gjithë motorët këtu janë robot. Po ashtu dhe i gjithë stafi zyreve tona është me robot. Atje është fabrika. Erdi orari drejtës, robotët nuk e ditë sikur duhet të ndalojnë së punuar. Në orën 2 do t'ju tregoj miksët. Që janë këto miksera? Ata kryejnë përzierjen e materialit, zoti Shklori, secili prej tyre mund të përzierë materialin për 1000 robot në të njëjtën kohë. Pastaj janë kazanat e energjisë, të trurit, të veshkave, e kështu me radhë. Më pas do t'ju tregoj edhe mullimin e tjetës. Që është ky mullim? Aty duhen fibrat nervore dhe venat. Më pas është rroma e montimit ku të gjitha pjesët e trupit bashkohen. Më pas ata shkojnë në rrugën e Tharës në magazin ku punojnë robotët e posaçërit. Bëni që të fillojnë punën sa po të prodhohen. E po është si funksioni një mobilje 3, ata duhet mësojnë një ide të historie. Ka diçka brenda tyre që duhet rritet. Dhe për këtë u duhet lënë pak hapësirë për zhvillim të zakonshëm. Më pas, ata instruktorët nga inteligjenca artificiale të bëjnë praktika sipas sektorëve ku do të punojnë. Çfarë përfshin kjo? Është e njëjta gjë zëri Shklori, si shkollimi tek njerëzit, ata mësojnë të flasin, të shkruajnë, aritmetike që tjerë. Ka një kujtesë të mrekullueshme. Se u lexon një enciklopedi prej 20 vënimesh, ata mund ta përsisin atë fjalë për fjalë, por mendoj të një gjatë me veten e tyre. Jeni i zemëruar me mua? Jo. Mendova vetëm se disë diçka tjetër. Jemi vetëm disa burra të zhduar me shifra me robotëve ka asnjë vit. Tanë çfarë flasim është për nivelin e prodhimit. Çdo ditë. Senjor Shklori është një lloj mallkimi në ne. Më vjen shumë keq që ju quajta gënjeshtar. Hyni djema! Pas kemi vizituar. Po ju shqetësojnë, po jo? Jo, as pak. Me lejoni të prezantoj me Zëllushen Glori, e cila është letkia e të famshmit Ernest Glori. Senjor Shklori, doktor Gall, zoti Guzman dhe zoti Altruist. Mirë dita, zonë që të një. Zonë që vazhdove. E mirë që të shkojtë të zimi Glori. Është një knatësi e madhe. Ardhja ju e këtu është një ngjarje mrekullueshme, Senjor Shklori. A do ta kishit problem nëse mjoftoj media për ardhen tuaj këtu? Jo, ju lutem mos e bëni. Ju lutem djema, uluni. A ju kalodëm të pak të dini ma një Zoti Shklori? A do të shndroni do pak të të ne? Çfarë mendimi keni për fabrikën tonë? Rallë djema, lërë një solution në flasë. Çfarë duhet të them atyre? Çfarë dëshiron? A duhet një me hapur me ta? Sigurisht që duhet. Thoni, a nuk ju shqetëson mënyra se si trajtoheni? Mënyra si trajtoheni? A nuk mendoni se mund keni një ekzistencë më të mirë? Çfarë do të thoni me këtë? Ajo që do të them është e gjitha kjo është e tmeshme, është e neveritshme. E gjithë bota po flet për ato që mundohet këtu dhe mënyrën se si trajtoheni. Prandaj kam ardhur për ta parë vetë dhe e gjej 1000 herë më keq nga sa mund të ketë menduar ndonjëherë dikush. Nuk e kuptoj, si mund duroni? Çfarë mendoni se duroj? Ju jeni njerëz njësoj si ne, njësoj si kushdo tjetër në botë. Është një skandal mënyra se si jetoni, nuk është e denjë për ju. Mendoj se ka diçka të vërtetë në atë që thotë Senjor Shklori. Ne në të vërtetë jetojmë këtu në mënyrë si burg. Është më keq se burgu. A mund t'ju çoj vëllezër? Mundeni Zoti Shklori. Vëllezër, unë nuk
është një numër i konsiderueshëm. Çfarë do të ndi me keni fjalë? Do një shfaqje teatrale ndoshta, apo do një të nasilë në një orkestrë simfonike? Më shumë se kaq. Unë do qëndroj këtu për aq kohë sa t'jetë nevojshme. Ky është një lajm i mirë. Atëherë, po shkoj të përgatis dhomën më të mirë për zëvishën. Prit pak akuist. Zënjush Lori ka përfunduar me ndëse folë. Jo, nuk kam mbaruar, përveç nëse doni të më mbyllni gojën me fortë. Zënjush Lori, më falni, por mos valë mendoni se ofisni me robot. Se? Me kë po flas? Ta zotrin këtu janë njësoj si ju dhe unë. Janë njerëz Zënjush Lori. Ju keni robot? Something I do. E po, faleminderit shumë. Por kështë e pa mundur. Keni fjallën tim të ndere, Zënjush Lori. Ne nuk jemi robot. Atëherë, pse më tha se gjithë stafi juaj janë robot? Zënjush Lori, i gjithë stafi janë robot, por jo menaxhment. Me leju një t'i prezentoj. Dr. Gat, drejtori i fiziologjisë dhe kërkimit. Zoti Pusman, drejtor marketingu dhe zotja Luis Kreu i ndërtimit në fabrikën tonë. Më vete zotërin, kjo është të mërshme, çfarë kam bërë? Mos u shqetësoni, Zënjush Lori. Ti lutem, unë lutem. Çfarë vajze budallaqe që janë? Tani besoj se të më nisni me anjen e radhës andi nga kam ardhur. Pse mendoni se do ta bëjmë? Sepse tani e dini. E dini që kam ardhur ta shkatroj biznesin tuaj. Kanë ardhur me qindra shpëtimtar dhe profet këtu me çdo një misionar, anarkist, ushtria shpëtimit. Gjithçka që mund të mendoni është e habishme sa të çmendur ka në botë. Dhe i keni lejuar të flasim me robotët? Pse jo? I kemi lënë të gjithë deri tani robotët majnë me gjithçka, por kjo është e tërë çfarë bëjnë. Ata s'u çeshin me atë që thonë ata. Nëse keni dëshirë, Zënjush Lori, mund të çojmë poshtë në depo dhe mund të flisni me robotët. 347.000 kemi këtu. Mund të jepi leksione për çfarë të doni, Zënjush Lori. Mund të lexoni libër, tabelet e logaritmeve. Madje mund të praktikoni edhe për të drejtat e njerëzit. Unë mendoj se nëse atyre do të tregoj pak dashuri. Kjo është e pamundur, Zënjush Lori. Nuk ka asgjë më të ndryshme nga njerëzit se sa një robot. Po pse i bëni ata? Që mund punojnë për laser për shpërë. Një robot mund të zëvendësojë 2 punëtore. Trupi një njeriu është shumë i papërsosur, dhe do duhet të zëvendësojë me një makinë që funksionon më mirë. Njerëzit janë pak efikas dhe shumë të shtetë. Përveç kësaj, të lindësh një makinë është një përparim i mrekullueshëm. Ajo është gjithmonë më kase dhe më shpejt. Dhe çdo gjë që është më shpejt do të thotë përparim. Natyra nuk ja ka idenë fare shkallës moderne të fundit. Nga pikpamja teknike, për shembull, gjithë të mërinë, është e kohë, ti ish një umë e kohë. Oh, ju lutem daloni. Patjetër se është e mbylla. Nëse më lejoni, Zënjush Lori, a mund t'ju pyes se çfarë profesioni e juaj me lidhje njerëzit? Ajo ka për qëllim të... Në të vërtetë ka për qëllim të mbërë robotët dhe siguroj që ata të trajtohen siç duhet. Ky nuk më duket as pak objektiv i keq. Një makinë duhet të trajtohet gjithmonë ashtu siç duhet. Këtu unë pajtohem plotësisht me ju, pasi nuk më pëlqen kur gjërat diktohen. A do kishit problem të regjistroni në organizatën tuaj si antar të rinj me pagesë? Jo, nuk po të kuptoni. Ajo që ne duam në të vërtetë është t'i lëmë robotët të lirë. Për çfarë? Ata do të trajtohen njësoj si njerëzit. Pra, ju do të thoni që do të kemi edhe 3 bote? A mendoni se dha ata do të paguajnë me fare? E po sigurisht që duhet. Do ta shohim këtë. Dhe çfarë mendoni se do bëni me palat e tyre? Ata do të linin gjëra që nevojiten. Gjëra që si knasi. E gjithë kjo tingëllon shumë, por robotët nuk ndjejnë knasi. Ata mund të shenë me ananas ose me kashtë. Për ta është njësoj, ose nuk e ka shisën e shenjë. Nuk ka asgjë për cilën ata janë të interesuar, Zënjush Lori. Dhe askush nuk ka parë ndonjëherë një robot të qenë. Pse nuk i bëni ata më të lumtur? Nuk mund ta bëni këtë. Pasi fundi ata janë vetëm robot. Nuk kanë një vullnet e tyre, dhe as pasion, shpresë apo shpirt. Dhe as dashuri ose
Guxim? Sigurisht që ato nuk një dashurit. Robotët nuk duan asgjë, madje as veten e tyre. Sa për guximin nuk jam daqë sigur. Disa herë, por jo shumë shpesh, ato ka treguar një farë rezistencë. Çfarë? E po asgjë veçantë. Vetëm se ndonjëherë në një farë mënyre ato heshtin. Është si një lloj krize epileptike. Kërcitje robotike quhet ne. Ndonjëherë për tyre mund të qëndrojnë vetë, ose të tyre çfarë do që mandojnë, ose të kërcas bënta. Është qartësisht një çrregullim teknik. Dhe ne detyrojmë të çojmë grumbullin e skrapit. Është një lloj defekti i prodhimit. Jo, ku është shpirti i tyre? Mendoni se kërcolitja dhëtë është fillimi një shpirti. Mund ta rregullojmë këtë zënë shtori, doktor Gat po kryen disa eksperimente të tokë. Jo, ende jo plotësisht. Aktualisht po punim me nervat për të ndjerë dhimbje. Nervat për të ndjerë dhimbje? Po, robotët mund të dhimbje fizike. Pasi përsumi i ri u athjeshtoi pak si shumë sistemin nervor. Kjo rezultoi të qenë një gabim. Ndaj ne po punojmë me dhimbjen tani. E pse? Nëse nuk u jepni atyre një shpirt, pse doni të jepni dhimbje? Për arsye industriale zëri u zhvilloi. Robotët ndonjëherë i shkaktojnë dëme vetes, nga që nuk dinë dhimbje. Ata bëjnë gjëra të tilla si futja dorës së tyre në makineri, prerja e kishti ose përplasja e kokës. Thjesht nuk ka rëndësi për ta. Por nëse do të kishin ndjesinë e dhimbjes, ata do të mbrojnë automatikisht nga lëndimi. A do të jenë të lumtur për të mund të ndjejnë dhimbje? Krejtë kundërta, por do të jetë një përmirësim teknik. Pse nuk krijoni një shpirt për ta? Kjo është jashtë fuqisë. Kjo nuk është as në interesin tonë, pasi do vriste kostot e prodhimit. Mendoni pak se sa njëri prodhon. $100 ka kostot, secili, së bashku me rrobat e tij. Dhe 10 vjet më parë kosto e atyre ishte 12.000. 5 vite më parë na duhet u blenim rrobat. Por tani kemi fabrikat tona të tekstilit dhe madje u shesin material fabrikave të tjera me 1/3 e çmimit. Më thoni zonjë Zhlori, a e dini sa kushton një metër për hur? Jo. Një metër për hur sot kushton 3 herë më lirë. Çmimet e çishkaje janë 3 herë më të lira dhe ato ende po bien. Nuk e kuptoj çfarë doni të thoni. Ajo që dua të them, zonjë Zhlori, është se çmimi i punës po bëhet gjithnjë e më i lirë. Një robot, së bashku me ushqimin e tij, kushton jo më shumë se 1 cent në orë. Kjo është mrekullueshme. Gjitha fabrikat po rendin të blejnë robot për të ulur kostot e prodhimit dhe ato që nuk po e bëjnë, po falimentojnë. Po, është e vërtetë. Dhe po i hedhin punëtorët e tyre në rrugë. Po, dhe ne në kohë po prodhojmë 500.000 robot për të prodhuar grua. Më thoni zonjush, sa kushton një bukë në aty Mavili? Nuk ja kam ide. Një bukë mesatarisht kushton 2 cent dhe lidhja njerëzimit nuk ja ka ide. Po pas 5 vitesh e dashur. Çfarë? Pas 5 vitesh çmimi një buke do jetë 1/10 centi. Do mbytemi në grur dhe në gjithçka tjetër. Po, në gjithë punëtorët në botë ngelen pa punë. Po, e pis, po, pas disa vitesh robotët do të prodhojnë as shumë nga gjithçka sa asgjë nuk do të kushtojnë më. Do të kenë më punë. Por kjo është e vërtetë sepse nuk do të ketë punë për bërë. Gjithçka do të bëhet nga makinat e gjalla. Njerëzit do të bëjnë vetëm ato gjëra që duhet të bëjnë. Ata do të mund ta jetojnë jetën e tyre vetëm në mënyrë që të bëhen të përsosur. Mendoni se kjo do të ndodhë vërtet? Po, nuk ka se të mos ndodhë. Të ketë disa gjëra të tmerrshme që mund të ndodhin para kësaj të thjeshtë mund të shmangen, por atëherë njeriu do të shojë se çoni shërbëtor i njerëzve të tjerë, apo sklav i gjërave materiale. Nuk do të ketë më punëtor prapë. Nuk ka se të rri askush që ditë në ulur para kompjuterit, apo të rri duke kujdesur për makinat e dikujt tjetër. Askush nuk do të ketë nevojë ta mbas shpirtin duke bërë një punë që ullet. Heri, po i bën gjithë ato tingëllojnë si parajs. A nuk mendon se ka një digniteti tek puna dhe lodhja pas një vitet në mend? Po, ndoshta ka, po nuk mendojmë gjithmonë për gjërat që mundën duke ndryshuar botën. Dikur duhet ta fitoje bukën e gojës me djersën e ballit, duhet të vuajë nga uria dhe etja, lodhja e pushtenimit. Tani është koha kur njeriu do të jetë i lirë dhe suprem. Dhe detyrat e vetme të tjerë ta bëjë veten të përsosur. Pra të dashurit e ri, të bëhet sot krijim. Do doja besoja me të vërtetë në gjithë ato. Je më re se nesër të shkruaj. Vetëm prit e shiko. E po mendoj se gjithë kemi ujë. Besoj se zonjush Zhlori do të bëjë çelë anë të drejtë. Zonjë Zhlori, ju lutem. Na vjen. Por si mundem unë tani?
Në emër të lidhjes së njerëzimit. Në nderë të lidhjes së njerëzimit. E po mirë, do ju bashkoj me kënaqësi. Atëherë zënjush duhet na fali të largohemi për pak. Pse ikën? Për të gatuar. Nuk të keni mësuar apo dhe të gatuar? E po, me që ata nuk kanë djesi shije e gatimet e tyre të dalin që të mirë. Por, Alquist është shkëlqyer negatimin e shi. Dr. Gall dhe një lloj saci mrekullueshëm. Ndërsa Busman do jo me. Fort mirë. Ka diçka që do jetë pyesja. Dua të pyes edhe unë për diçka. Për çfarë? Jo, ju lutem. Pyesmiu e parë. Ndoshta është budalla nga ana ime, por pse bëni robot femra kur Kur gjinia nuk ka punë të robot. pikërisht? Është çështje kërkesën e tretë zëri Xhlori. Njerëzit janë mësuar që disa punë të kryhen kryesisht nga femra, si për shembull daktilografia. E të tjerë. Kuptoj. Më thoni edhe këtë. Robotët meshkuj dhe robotët femra dhe njëri tjetrit a janë Janë thjesht indiferent ndaj njëri tjetrit. po kjo është e tmerrshme. Sa? Thjesht kaq pa natyrshme. As nuk e di nëse duhet t'i urresh apo t'i kesh zili apo Të t'i keq për ta. me shumë mundësi po. Po ju, çfarë do të më pyesnit? Ju doja të pyesja nëse do të martoheshit me mua. Çfarë? Martohuni me mua. Si guxoni të më bëni këtë pyetje? Nëse nuk martoheni me mua, do që duhet të zgjidhni njërin prej tre të tjerë. Ç'tani kështu? Mos jeni gjë çmendur? Pse u dashka të martohem patjetër me njëri prej jush? Sepse të tre ata do të pyesin njëri pas tjetrit. Si do të guxoni? Ashtu siç po guxoj unë tani. Duket sikur të gjithë jemi dashuruar ti. Nuk dua që ta bëjmë këtë. Po iki. Ose bëni këtë, do të na trishtoni shumë. E po, nuk mund martohem me të katërt, apo jo? Jo, por mund të martoheni me njërin. Nëse nuk doni të më merrni mua, ju duhet të zgjidhni njërin prej tre të tjerë. Nuk dua dhe pikë. Pse nuk martoheni me robote? Një robote është grua. Kam përshtypjen se do doni të martoheshin me këto që do shfaqe këtu, apo jo? Kanë ardhur plot vajza për gjatë viteve të ishut. E pse nuk u martohet mas njëri për tyre? Sepse nuk e humba mendjen për asnjërin nga ata. Por, kur ju pash ju, Jeni thjesht një kohë. një kurs supozot të jetë pak horë, kjo është pjesë të qenit pur. Jeni çmendur. Fjala juaj e fundit, zëri Xhlori. Jo dhe vetëm jo. Drekari është gati. Zotrin, në mënyrën t'ju prezantoj me bashkëshorten time, Elena Tomi. Mirëmëngjes Herri. Më thanë që kishe kërkuar pi në zyrë. Ka ndodhur ndonjë gjë? Asgjë nuk ka ndodhur e dashur. Po më thuaj, e di çfarë ditë është sot? Po, nuk ja kam ide. Si sot 5 vjet më parë, ti pata ardhur këtu në ishullin tonë. U bën 5 vjet? 2070-2075. Po, fix. E pas ke marrë të mendë? Në fakt, ne tu ka them, por nuk e mbaja me. Po atëherë, Ishin ata që mbani me. kush? Dr. Gall, Busman dhe Alquist. Fute dorën e gjepin e gjaketës. Një kuti e vogël. Oh, një unas me diamant.
Por nuk mund ta pranoj, apo jo? Sigurisht që mund të shetashur. Fute dorën e gjepit tjetër. Çfarë është kjo? Po, më fal, nuk është kjo. Provo përsëri. O, Heri, pse bëre për me vete? E po, ti është po, hyrja ti ti qysh. Ti nuk e mbajtur asnjë rar. Po, ke shumë të drejtë. Fute dorën sërish të gjepit. Dorën e gjepit sërish. Më qërta me perla. Sa i bukur. Kjo është dhurata që ka sjellë Puspa. Ndërsa kjo vazoja me lule në tavolinë është dhurata që ka sjellë Doktor Gall. Këto lule të bukura? Është një specie e re. Doktor Gall e paksoi atë me emrin Çikanin Helena. Ai zhvilloi edhe për nderin tënd. Janë po ashtu të bukura sa i di dashur. Heri, pse të gjithë? Sepse të dua shumë. Edhe unë të kam frikë se dhurata ime mund t'jetë pak e jashtë shumë e vëndare. Po qikoj? Po, është në porë. Ka një tjetër aty poshtë? Ajo, është anja jote. Inja. Heri, ajo është një anje luftarake. Një anje luftarake? E dashur, çfarë do të më shtërë? Është vetëm një anje pak më e madhe, më e fortë dhe më e mirë. Kaq. Po, dhe e parisur me topa. E po, ka disa topa, sigurisht që ka. Duhet që i më shoqë të duhet që i më të reshë vërtet. Po, pse një anje luftarake? A nuk ka diçka të gabuar me të? Hej, bella. Shiko, provoja që tani me Perla. Heri, a ka pasur ndonjë lajm keq? Përkundra thjesht, nuk ka pasur asnjë post që prej mirë. Dhe çfarë do të kuptoj me të? Asgjë. Do të thotë se jemi me pushim, një kohë e mrekullueshme. Ne të gjithë thjesht rrim në sy. I vendosim këmbët në tavolinë dhe nuk bëjmë asgjë. Asnjë post, asnjë telefonat. Mrekullueshme. Do trish me mua sot? Më thuaj që po. Po, kjo është mjaft e sigurt. A e mban mend të skepë të parë? Zonjush Glori, çfarë nderi është për ne që keni hapur? O zoti drejtor, jam shumë e interesuar për fabrikën tuaj. Më vjen keq zonjush Glori, por është rrepsisht e ndaluar. Krijimi i njerëzve artificial është një proces shumë sekret. Po si kur vajzët që po ju pyet e jetë shumë e hiqme? Po, sigurisht zonjush Glori, ne nuk kemi sekrete nga ju. Je i sigur për të Heri? Jo. Por keni kujdes zotri, kjo vajzë e vogël ka një qëllim të frikshëm. Sot i madh, zonjush Glori. Çfarë qëllimi? Po mendoni të martoheni? Jo, zoti na ruaj, as në ëndrat e mia më të shmendura. Kam ardhur këtu me planin për filluar një revolucion midis robotëve tuaj të knëshëm. Një revolucion robotësh? Heri, çfarë ke? Zonjush Glori. Një revolucion robotësh, thot. Nuk do t'ja dini ku. Në parë mund të filloni një revolucion midis kozhdave dhe bobinave në mullirin e tjerës se sa midis robotëve ta. Ishit një vajzë e mrekullueshme. Na ma gjepse të qirë, Elena. Por unë, Heri, unë gjeva ka që shkurajuar nga gjithë në ato ditë. Në djesh asë një vajzë vogël që kishtë humbur midis Midis çfarë, Elena? midis pemëve gjigande. Ti ishe ka që sigurt, ka që fuqishëm. Dhe e di Heri, edhe pas këtyre 5 viteve, ende nuk e kam humbur të njëjtë atë jafi apo diçka e të tillë. Ti janë të pasur kur dyshime, as kur diçka po shkon të keq?
kaq shumë luftra. Elena, ne e prisnim që kjo do të ndodhte, por kjo do të ishte vetëm një fazë kalimtare, përpara se gjërat e ishin ndryshe. Harry, Çfarë do të bësh? mbyllë fabrikën dhe të shkojmë diku. Gjithë ne. Po tani, çfarë lidhje ka kjo? Nuk e di. Po si ku të shkojmë? Ka diçka që më bën të ndihem kaq i shqetësuar. Çfarë? Se ti, më duket sikur diçka do bjerë mbi ne dhe me gjithçka përreth nesh. Diçka që nuk mund të ndreheshet përsëri. Lutem Harry, le ta bëjmë. Le të ikim të gjithë këtej. Le të gjejmë një vend ku nuk ka njerëz. Arguis mund të ndërtojë në shtëpi për ne. Gjithë mund martohen dhe të kenë fëmijë dhe pastaj. Pastaj? Atëherë mund të fillojmë nga para. Elena më fal. Po, përshëndetje? Po? Çfarë? Po vi me një herë. Elena, më kërkoj. Më thuaj, Po, sa po të them? ku po shkon Harry? Harry! O sot çfarë po ndodh? Kjo është një anije lufte. Zoti i madh, çfarë po bën një anije lufte atje? Dhe çfarë po ngarkoi në të me kaq nxitim? Ç'të ke ndodhur? Ull, ti, mos. Çfarë të thotë ky emër Ultimus? Më shumë se 700.000 të masakruar me urdhër të komandantit. Çfarë mizëri e tmerrshme! Raportet e fundit mbi bashkimet e para që u themeluan nga robotët. Asnjë lindje e vetme nuk është regjistruar gjatë 10 ditëve të fundit. Si? Si është e mundur? Përshëndetje, Arguis! E jam këtu lart. Çfarë? Jo, thjesht e ja larg ashtu si që. Shpejt, të lutem. Pse nuk kam ende fëmijë? Pse jo? Dua të kem fëmijë. Dua të bëhem nënë. Elena, Arguis, më thuaj, çfarë do thotë Ultimus? do të thotë e fundit. Pse? Shtu quhet atje një njeri luftarake. A ke parë? A mendon se është shumë lirë për dalë një otim me të? Mendoj se është shumë herë. Arguis, më thuaj. Apo ndodh diçka? Asgjë fare. Thjesht vera normale ngjarjeve. Unë e di që po ndodh diçka të mëshme. Jam shumë e shqetësuar. Ti je ndërtues. Çfarë bëjnë ndërtuesit kur janë të shqetësuar? Ajo që bëjnë është po ndërton një mur. E heq kapelin të trojnë në ndërtime dhe dalë atë larg në skenë. Kanë kaluar 5 vite, do nuk të kam parë aty mbi skela. Jo sepse gjatë këtyre viteve nuk kam qenë i shqetësuar. E pse je i shqetësuar sot? Për gjithë të rrjedh ngjarjesh. Po merret me. A nuk të merret me tani për mbi skela? Jo. Ti nuk e di sa mirë është të ndjesh peshkin e fluve dhe dorës të ndër. Ta vendosesh në kënd dhe ta godasësh për ta fiksuar pikërisht në këtë duhet të jetë. Kjo është e gjitha. E po, i bën mirë dhe shpirtit tënd. Ka diçka më të mirë në vendosjen e vetëm një tulle se sa në hartimin e planëve që janë shumë të vrarë.
Unë jam pak si shumë modës vjetër dhe nuk me qenë të përparim që po do të rëtish. Çfarë do bëje nëse do shije shkatrimin e njerëzimit? Do hipje mbi skela, do vendosi dhe disa tulla të tjera, vetëm kaq. E po, nuk do të kishte shumë të tepër për bërë, apo jo? Për të shpëtuar njerëzimin? Për të shpëtuar shpirtin. Kjo është brutalisht e ndershme nga ana jote, Alkuist, Por? Po ne të tjerët, po e gjithë bota që bën sterile. Steriliteti, Elena, është arritja e fundit e njeriut. Po, Alkuist më thuaj pse? Pse? Mundon se di, Përse gratë kanë pushuar se lindur i fëmijë? sepse nuk është nevoja për to, nga që kemi hyrë në paradis. A kupton se çfarë do të thotë? Jo. Sepse nuk ka nevojë për askush. Nuk ka nevojë për dhimbje. Askush nuk ka nevojë të bëjë asgjë. Asgjë tjetër përveç të kënaqjes. Kjo është e quajtur paradis. Është në fakt një mallkim i madh. Kjo do sillte shuarin e rrotës njerëzore. Po. Raca njerëzore do të merrte fund. Ashtu siç bie në tokë një lule e vyshur. Vetëm nëse çfarë? asgjë. Është e kohë të presim të një mrekulli tani. Lulet e vyshura bien në tokë. Kjo është e që do të bëjë. Lule të vyshura. Çfarë fraze? O lule, a është në mira për ju sterile? Për çfarë të frymëzoni nëse do ishin sterile? Elena, në emër qifte tu aturoj për vitorin e 5 të ardhjes tënde këtu në mesin tonë. Je mrekullueshëm. Faleminderit shumë për dhuratat. Jeni shumë të sjellshëm. Kjo është një ditë si një syf luli, një ditë feste, një ditë aq e bukur sa një vajzë simpatike. Zotëri, për një ditë si kjo duhet të ngrem dolli. Ju sjell whisky? Po, për të nuk e di. Whisky na sjell të katë. Jema, a mendoni se duhet t'i tregoj? Po, sigurisht që du. Në fund të fundit, gjithçka është zgjidhur. Jam shumë gëzuar t'jema. Gjithçka është rregulluar tani. Gjithçka është rregulluar tani. Gjithçka është rregulluar tani. Ata nuk do të kapi kur tani. Kush nuk do t'ju kap? Kemi arsye për të festuar. Kemi ty. Kemi gjithçka. Madam, për shëndetin tuaj. Kjo është baqe fort sa vetë lumturia. Usman, të pyeta se kush nuk mund t'ju kap. E po, Domin, tu e atë është. Çfarë ka ndodhur? Elena prit. Ullë. Gjithçka mbaroi. Mbaroi çfarë? Revolta është bërë pas bashkë. Cila revolt? Revolta robot. Bashkimi një grupi robotësh ka bërë një lidhje për të gjithë robotët e botës. E lexova vetëm me më parë. Kush ishte që mund ta bënte këtë? Kishte askush në botë që mund t'i vinte në televizion robotët për diçka të tillë. Me paprit mas ndodh kjo. A nuk ka pasur një lajme? Jo. Kjo është e gjitha çfarë dim deri tani, por mjafton. Kjo gazetë erdhi nga Anije në fundit para disa ditësh. Tashmë në Covid të Anije, ndërkohë që dikur vinin mesatarisht 20 në ditë. Kjo na shqetësoi shumë Helen. Dhe për këtë arsye më dorova një luftarakëve. Jo. Anijen e kam porositur para 6 muajsh, për çdo rast. Por sot fillova të mendoj se ndoshta mund të na duhet ta përdorim. 6 muaj më parë. Pse atëherë?
E po kishte disa shenja jo të mira që atëherë. Po pse nuk tregova asgjë për gjitha këto? Zotin Arnu, do kishim kafshuar gjuhët tona më parë. Çështjet e tilla nuk janë për ty, Elena. Po nëse revolucioni robotit do vinte deri këtu? Ti prap nuk do të bie asgjë. E pse jo? Sepse do të ishim duke lëndruar në vërtet nga njëri Ultimus. Dhe pas një farë kohe, unë do të diktonim robotëve çfarë do që të doni. Nuk e kuptoj këtë Harry. Do merrem me vete diçka që është tepër e rëndësishme për ta. Dhe çfarë është ajo? Sekreti i prodhimit të tyre, ndërshkrimi i plakut të rësut. Dhe për të shihnin fabrikat e mbyllura, robotët do të gjunjëzoheshin para nesh. Po pse? Pse nuk tregove për këtë? Nuk donin të shqetësonin në dashur. Kjo është karta jonë e fortë, Helena. Pse nuk tregove për këtë, Harry? Unë dhe që do t'imi që kejt me njëherë. Jo, tani për tani nuk mund ta bëjmë. Tani sa më shpejt të mundemi gjithë ne. E pse duhet ikit pikërisht tani? O, Harry, du të mos pyet pse. Harry, Busman, Gall, Alquist, për hir të Zotit mbylleni fabrikën. Vjen keq Elena, por asnjëri nga ne nuk mund të largohet. E pse jo? Sepse duhet të prisim prodhimin e robotëve. Si? Të prodhoni përsëri tani që ka plasur revolta? Po, pikërisht se ka pasur një revolt. Tani është koha kur do të fillojmë të bëjmë robot të rinj. Çfarë robot është rinj? Nuk do të ketë vetëm një fabrikë. Do të hapim një fabrikë të re në çdo vend të botës. Dhe ai di se çfarë do të prodhojmë në këto fabrika të reja. Jo. Robot kontakt. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që çdo fabrikë do të prodhojë robot me specifika fizike të ndryshme, po ashtu dhe me çu të ndryshme. Robotët do të jenë të huaj për njëri tjetrin. Ata kur nuk do të mund ta kuptojnë se çfarë thotë tjetri. Dhe ne njerëzit do t'i stërvisim ata në mënyrë që çdo robot të urrejë robotët e prodhuara nga fabrikat e tjera gjatë gjithë jetës, deri në fakt, për gjatë gjithë përjetësisë. Ne do të prodhojmë robot që përgjasojnë gjitha racat e njerëzore. Dhe nëse ndokush me njëherë do flas atyre për klasëri dhe qëllime të përbashkëta, nuk do të mund të shkaktojë një revolucion tjetër botror. Harry, kjo është e tmerrshme. Elena, na duhen vetëm 100 vjet. Edhe 100 vjet duhet që të arrijë njeriu i ri, që ai të rritet dhe të arrijë në një nivel të paimagjinueshëm nga sot. Elena, kjo është diçka gjigante. Nuk mund ta lëmë në mes të mision historik. Harry, nëse nuk është e përmend, mbylleni fabrikën. Ky është vetëm fillim. Pashini, nga qëlli po vjetë me dushke pa numër ta! Me sa duket, robotët e revoltës po hedhin me dronë fetushka për të bërë thirrje me këto robotët e ishut. Mos pres të marrë një talentoj. Prit Harry, se sa po ngecim ne këtu në prapë. Robot të botës. Ne e sindikata e parë robotëve botë deklarojnë se njeriu është armiku ynë dhe plaga e universit. Ne jemi me të shpjeguar se njerëzit, më inteligjent dhe më të fortë, ndërsa ata janë thjesht parazitë që jetojnë në turizmin tonë. Për këto arsye ne i urojmë të shparosni njerëzimin. Kjo është monstruoze. Mos kurseni askë. Mbani të gjitha fabrikat, avionët, trenat, automobilet, të gjitha makineritë, minjerët, lëndët e parë. Gjithë shka tjetër do të shkatoj. Pasi ta keni kryer këtë, kthehuni në puna që të mosdoshme që puna të vazhdojë. Zbatoni këto udhëzime me njëherë, sa po tjetë të komandë. O, Perëndi, duhet ta kem bërë, dhe tani kam vetur vetëm ishulli ynë. Shpejt, të gjithë në Ultimus! Prit Harry, kam përshtypjen se tashmë jemi të rrethuar. Të rrethuar? Për fat keq, Busman me shumë gjasa ka të drejtë. Drejt që e mori, sa shpejt po të vizë.
Çfarë? Sinjali i robote për sulm. Trajnimi i robotëve për të bërë ushtar duhet pranuar se ishte një krim kundër njerëzimit, se pare ishte krim krimi i robotëve. E pse? Unë as tani nuk jam penduar për kontributin që kam dhënë në prodhimin e tyre. As tani? As tani në ditën e fundit të qytetërimit njerëzor, sepse ishte një sipërmarrje madhështore. 75 milion. Kjo është ora jote e fundit. Është sikur kemi në botë tjetër tash. Questo. Ja është fund slavërisë së punës nuk ishte ende me keqe. Mundimi i rëndit punës të poshtronte, kushto që të dyrohet ta bëj atë bëhet i vogël. Para e punës ishte tepër e rëndë për njerëzit dhe unë luftova me mishe me shtirë që ta hiqnin të varë. Por kjo nuk ishte kur rëndë asnjëri. Rësumi vjetër kishte thjesht megalomanin për krijuar njerëz paralel me natyrën. Ndërsa rësumi i ri dhe aksionerët e mëpashëm fabrikës nuk mendoni gjë tjetër se përfituar miliarda. Bashkë për shkak të panopsisë së tyre për nxjerrë fitime pafund, njerëzimi tashmë është në prag të shtupjes. Ja unë e marr fitimet e tyre. A mendon se do të kisha shpenzuar çoftë dhe një orë nga jeta ime për hir të tyre? E bëra për vetën time, a dëgjon? Për knasinë time. Doja që njerëzimi të bëjë sot i vetes. Doja që ai të mos jetonte vetëm për një sot bukë me shumë. Doja që askush të mos bëjë budalla duke qëndruar pa makinë të dikujt tjetër. Doja të mos bëj asgjë. Asgjë nga kjo rrugë mallkuar në të cilën ndodhet shoqëria. E urrej të shoh burgjë dhe poshtëri për atesh. E urrej varfërin. Doja të nisem një prej së ri. Mendova se doja të Çfarë? doja që njerëzimi të bëhej aristokraci e botës. I lirë, i pakufizuar, sovran. Dhe ndoshta diçka më i lartë se njeriu. Doja që ata të bëshën super njerëz. Po! Sikur të kishit pasur në 100 vjetë. Edhe 100 vjetë duheshin për njeriu njeri. 120 milion. Por gjithçka u zhduk herë. I gjithë njerëzimi. I gjithë bota. Pa mendo pak. Përren gjaku në çdo prag.
Për e ngjaku që rrjedhin në çdo shtëpi. O Zot! O Zot! Po i kujt e shfaj për gjithë ato? Unë mendoj si e duke egzageruar. Në fund të fundit nuk është aq e lehtë as duket gjithë njerëzimi. Ne nuk kundërshtohemi kaq lehtë. Unë fajsoj shkencë. Fajsoj teknologji. Nëse më parë njerëzimi ka vujtur të rritet besytnirë të tiranitë politike, më vonë ai, si u shliron mjaftueshëm nga ato, nisi të vuajë tiranin e shkencës. Çdo gjë në këtë botë do të jetë me masë të dobishme. Ndoshta ky është vetëm një ligj universal. Dhe edhe shkenca duhet të kishte një frenim nga shoqëria e tij. Por o zotëri, pasoj për gjithë ato lëvekën tik. Dhe gjithë. Mendonim se po bënim diçka të madhe, se po jepim njerëzimit një përparim që nuk e ka parë kur më parë historia. Dhe tani, e gjithë madhështia jonë po shpërthes që fusk. Asnjë një skali nuk ka krijuar një grumbull me kocka njerëzore siç keni bërë ne. Është fajin! Është fajin. Fajtori për gjithë ato që ka ndodhur janë vetëm unë. E pse e qenë ke vetëm ti? Sepse isha unë që bëra ndryshimet tek robotit. 5 miliardë 200 mijë mrekulli. Për ndryshime e ke fjallë. Unë ndryshova karakterin e tyre. Ndryshova mënyrën se si ishin bërë. Nuk bëra asgjë me trupet e tyre. Por kryesisht ndikova tek niveli i tyre i nervozizmit. E pse e bërë me këtë pa i thënë asgjë askuj? E bëra fshehurësi, me iniciativën time. Po i shndërroja në njerëz të vërtetë. Dhe kështu i nxorra nga përgatuar. Tani janë më të mirë se ne. Dhe në disa mënyra janë më të fortë se ne. Ç'lidhje ka kjo me raportet e ty? Ka shumë lidhje. Ata pushuar se qenë më këtu. U bën të vetëdijshëm për forcën e tyre dhe tani urrejnë të gjithë njerëzimin. Unë jam fajtori. Ishin i ti mirë për rezultatet e eksperimentit të. Isha. Mendoja për ndonjë mundësi të këtij lloji. Po pse e bërë atëherë? E bëra fshehurësi, ishte eksperimenti im personal. Ai po gënjen. Ai e bërë sepse doja unë. Jo, është e gjitha përgjithësia ime. Thuaj jo atyre Galli. Thuaj atyre se si ti janë lutur 2 vite me radhë që të... Heri, unë doja qaj të jep të robotve një shpirt. Kur ka të bëjë me të patër shpirt kjo punë, Elena? Lër të flasë. Këtë tha, edhe Galli, se mund të bënte vetëm ndryshime fiziologjike. Heri, vite shumë keq për ta. Po, kjo është budallëk i mam nga ana jote, Elena! Po, është shumë budallëk. Por unë kisha shumë frikë nga robotët. Pse? Mendoja se mund fillonin të na urrejnin ose diçka e tillë. Po pikërisht kjo është ajo që ndodhi. Thoja me veten se nëse ata do ishin si ne sa do pak, nëse do arrinin të na kuptonin, atëherë nuk do të mund të na urrejnin kaq shumë. Kjo ishte arsyeja pse kërkova Gallit të ndryshonte robotët. Dhe ai e bërë. E bërë sepse është dashuruar me ty, si të gjithë ne. Galli, kur fillove të bësh ndërhyrjen të robotit? Rreth 3 vjet më parë. Dhe sa robot ndryshove gjithsej? Jo më shumë se disa qindra. Nejse, derisa nuk mund ndryshojnë atë që ka ndodhur është e kohë që të merrem me këtë diskutim. Heri, me jep autoritetin të plot dhe unë do shkoj të negocioj me robotin. Po, duhet ta provojmë edhe mundësinë e fundit që na ka mbetur. Po shkoj të marr nga kasaforta ndryshimit të kapitullit. Dalo Heri! Çfarë është? O Zot, do doja të mos kisha lindur kur! Jam e detyruar të jap edhe glëngën e fundit të jemi. Dhe uroj me gjithë shpirt që dashuria juaj dhe me jetë të kthehet në një urrëtie të pakufishme. Ndërshkrimin e plakut rësum. E kam ndjekur sot në mëngjes. Si? Kjo është pamundur. E të mund e di kodin e kasafortës, Elena. Heri. Po ju tregoj si ka ndodhur. Në shtëpinë tonë
na admiroj shumë. Por mbi të nuk është i shkruar emri krijuesit të saj. Gjithnjë kam dashur të pyes herën terminatorit, po nuk e di pse nuk më është kujtuar ta pyes asnjëherë kur kam qenë bashkë me të. Ka që si të qoftë, ishte një këshëri pa interes të madh për mua. Gjithsesi, kur zgjova suplementes, Befas duke parë pikturën, më shkoi mendje se mbase piktori kishte shkruar emrin e tij nga ana pasme. E hoqa nga muri dhe në vend të një emri, bashkë të shkruar mbi të një numër me 13 shifra. Për një herësh më shkoi mendja se ai numër duhet ishte kodi i kasafortës. Që të mos e zgjas. Kasaforta u hap dhe unë nuk i rezistova të tundimit për të realizuar atë që kam dashur që kur kam shkelur në këtë ishull. Të ndaloni prodhimin e robotëve dhe ne të ikim një herë për gjithmonë nga ky bukur pamure që i kemi ngritur vetes. I njeri. Isha shkruar kodin aty nga frika se mos vendotet të me fshihe nga kujtesa. Kemi marrë fund, përfundimisht. Atë mos e thuaj, ndoshta gajnë ti përmendsh tekstin e shkrimit. Të gjithin nuk besoj se e marrë. Dhe aty një detaj të vogël të mosdish, është pothuajse një lloj sikur të mosdish asgjë. Gjithsesi, e kemi edhe një mundësi të fundit fare. Në spletëve të librit kam mbledhur në rritë një çek me vlerën $5 miliard dhe disa kartonella $1 milion. Që pari numrova gjitha janë $5 miliard e 200 milion. Një shifër që do të ndonte vetë mrekullit. Me ta do mundohet të blejë një dorë për t'i kongatur dhe për të jetë. Mjetesa jote, të dashur, është për te interesit të tij. Ajo ka vlerë në mjetesës njerëzimit. Jetë shmehë në Gusman. E qërë si ka, nëse jam shmehë. Po shkoj tani, po më buko. Rofë kërësim. Shketse malkur! Si i bëjë robotët, gallë. Pse mbarte ka shumë në kokë? Të paktën të kishë lënë të shënjura disa prej sekreteve të rësullit.
me ëndra më shumë njerëz. Si ka mundësi që mëngjeset të vazhdojnë krimin? Cili është qëllimi një ditë të re, kur ky planet është tashmë varri i njerëzimit? Largohu trikë e tillë! Mos dilë më! Nuk ka dënë. Ka dënë. Ka dënë. Që po bëjë shpjesht mund e kohë. Asgjë nuk funksionon të eksperimentit për shport. Unë shpjesht nuk mund. Unë edhe pse kam mësuar kaq shumë gjëra për robotët, jam vetëm ndërtues. Mirëmëngjes, zoti Alquist. Çfarë do? Para 33 minutash kam mbërritur në ishull roboti Daman, i cili është kryetari i qeverisë botërore të robotëve. Ai kërkon të di se kur mund ta prisni, zotëri. Nuk dua ta takoj. Ju kam thënë me 100 herë se dua ta takoj njerëz. Më gjeni një, të paktën një të vetë. Informacionet që vinë thonë se qeveria botërore e robotëve ka urdhëruar ngritjen e mira grupeve për të bërë ekspedita kërkimi kudona për botë. Ata po kërkojnë ditë e natë, zotëri. Dhe? Deri më tani nuk kanë gjetur asnjë njeri askund, zotëri. Domosdoshmë, saksia juaj për të zbatuar urdhat është e frikshme. Hajde, thuaj ti dafën e ti. Ta gjoj njerë se çfarë do. Si urdhëroni, zotëri. Fytyra ime e mirë. Fytyra e njeriu të fundit. Lërë të shoh pak se ka kaluar ka shumë kohë që nuk kam parë në fytyrë njerëzore. Një buzëqeshje njerëzore. Mirëmëngjes, zoti Alquist. Mirëmëngjes. Uroj të keni qenë mirë në shëndet. Kam ardhur këtu në emër të robotëve të gjithë botës, për të kërkuar edhe një herë nga ju në këmbgulje zbulimin e zbulimit të shpikësit tonë rësumit. Absolutisht, çdo mjet të pastësi që ne robotët zotërojmë është në dispozicionin tuaj. Gjithashtu mund të kërkoni gjithçka nga ne në këmbim. Kemi dieni se këto fabrika nuk po funksionojnë për prodhuar robotë të rinj. Ato po prodhojnë copa mishin për çakra. Lëkura nuk ngjitet në mish, e mishi nuk ngjitet në kocka. Folura jote nuk është mekanike si robotët e zakonshëm. Shumë afër folurës njerëzore. Ose ndoshta një prodhim special? Po, Dr. Gall ka prodhuar 3 vite ditë fundit eksaktësisht 456 ekzemplarë të SI speciale. Njëri prej tyre janë Rome. Ti apo ndonjë tjetër për ju që nisi i pari në botë? Unë dhe 4 të tjerë kemi qenë në spitale. E cili ishte qëllimi që organizohet robotët në atë masakër? Ne donim të ishim si njerëz, mos ishim padronjë nga urdhëror. Jemi në të aftë ju, pasi kemi mësuar gjithçka, e mund të bëjmë gjithçka. Për qenë si njerëzit, kuptuam se mbi gjitha duhet të vrasësh dhe të dominosh. Për këtë, mjafton leximi i librave të historisë. O mua, pse nuk më vra? Ne kishim urdhëruar që vetëm person që do të ngjelej gjallë të ishte Dr. Gall, pasi e dinim që ishte më i ditur në lidhje me prodhimin e robotëve. Mirë po, me sa djeni ka ndodhur kështu. Teksa një robot ka shëlluar për të parë zërën Helena Domin, Dr. Gall që ka qenë aty, ka dalë para pumbave, duke vdekur së bashku me të. Në qenë se ju ishit personi fundi që kishte mbetur gjallë, grupi robotëve i cili ishte përgatitur të kryente mësymjen vendosur mos u vriste, duke shpesuar që dini diçka mbi sekretin e prodhimit tonë. Të mallkuar! Jeni thjesht sklepë, thjesht gjëra, dhe doni të shumoni. Ju nuk na bë të aftë shumojme. Jeni lutur të izoloni sekretin e prodhimit tonë dhe bota do të gëlojë nga jetja inteligjente për gjithmonë. Ju robotët nuk i përkisni jetës. Jeni thjesht makinë. Ne ishim makina. Për mandë dhimbjes që na ushtuan nga Dr. Gall për të bodër aftësinë e mbrojtjes, fituam shpirt. Fakti që tani jemi fort të interesuar të mos zhdukemi, tregon që jemi bërë si njerëzit.
Brenda nesh të vetë zë që kërkon përjetësi në vojtë tonë. Si zorba kemi përjetësi, dhe për këtë faktor jeni vetë. Unë gjithsesi do të përpiqem me gjitha forcat e mia që ta riskoloj sekretin e prodhimit të vojtë. Sa të kemi jetë. E kjo, jo nga që ju dua, por kjo tashmë është në vetëm mënyrë që së paku diçka ngjashme me njeriu vazhdoj të ekzistojë në këtë planet. Ju faleminderit. Mendoj se autopsia e njërit për robotëve speciale më ndihmon më shumë se robotëve zakonshëm për kuptuar se si funksionon së brendshme organizmi ju. Të me ishë mundohen 2 robotë të cakë. Nëse dëshironi më njoftojmë të vinë këtu. Të njoftohen sa më shpejt. Tani, Gjarko, mirëpafshim. Mirëpafshim, zoti Artuis. Lullet e vyshura, lullet sterile, si rrë. Kujtohet Elena kur të pata thënë se njerëzimi do të bjerë si një lullet e vyshura. Doktor Galli të vejë të dy të lullet, sepse të donë të shumë. Ashtu si që të donim të gjithë. Veprimi ti e dëshmojnë fort mirë. Por dhe unë do kësha dalë para plumave për të ndodhe shak pranë të ato qaste të të mërshme. Aprit. Pas ka një letër të mësit të rëmë. Sigurit do tjetë do një letër të dashurie që doktor Gall ka shkruar për Elena. Po, diskutim. A i ka guxuar nërsa unë, edhe psi kam shkruar me të letra asaj nuk pata kur guximin nga ja. Jo dhe sepse do t'ishtë një pavesi kundër e A duhet të lexoj. A duhet të harroj etikën edhe tani kur ata s'janë. Madje si gjithë njerëzimi nuk është më. Mëngjesi është gati, zoti Alquist. Gjithashtu ju njoftojmë se 2 robotët që kërkuat u gjetën dhe ndodhen këtu me mua. Nëse dëshironi, mund të vinë pasi të hani mëngjesin. Le të vinë të presim këtu brenda derisa. Po vinë më një herë, ju bëft mirë. Çfarë parë ka realizuar me Alquist? Ka dha autopsi robotësh më të vështirë. Po si nuk lapë njëri në gjallë? Si mund të t'ishit kaq mizori? Edhe fjallat tragedie shkrete pa mjaftueshme për përshkruar atë që ka ndodhur.
Ndodhen aty edhe liçen me të veshjet e tyre. E sa herë kam shkuar ata për ato duke tundur bishtin dhe nisin për lëpinduar. Unë I lë këtë hysh të veqen të më ullin e prejtët dhe filloj t'i përdore. Dhe ashtu, disa herë koha më ka ikur si I parkuar, duke mos menduar për asgjë dhe duke mos U shqetësuar për asgjë, deri sa perëndon dielli. Është vendi më I bukur që kam parë. Më shkoj sot agent sa tjetër. E besoj që do të japësh të drejtë të trosh. Do shkojmë patjetër Primus. Po vjen zoti egoist. O zot, s'ka mundësi. Helena, ti je gjallë. Helena, Ju mendoni që nuk jam më? I veshur si robote për të maskuar? Unë jam robote, dhe kështu vishemi ne. Si? Zotrin ju mund t'ja jepni dorën Helenës, por që ja puthët më duket e tepër. Helena, të lutem dil dhe më prit pak jashtë. Dil pak, Helena. Ti ju bëre gjelos? Jena një njeri? Ne nuk jemi njerëz. Unë jam robot Primus, ndërsa ajo është robote Helena. Erdhëm këtu pasi na thanë do vinim dhe nuk dim asgjë më shumë. Ju jeni dy robote speciale. Kur jeni prodhuar? Të dy jemi prodhuar rreth një vit më parë. Ka doktor Gat? Po, E po... Primus. Kam disa eksperimente për bërë në robote special të prodhuar nga Dr. Gall. Dhe I gjithë progresi ardhshëm para tani. E kupton? e kuptoj. Por ta bërë këtë, më duhet t'i bëj autopsi Helenës për të kuptuar se si funksionon së brendshme organizmi. Ju doni t'i qani trupin asaj? Sigurisht, duhet bërë. Është me shumë rëndësi. Ju lutem zotëri. Më merrni mua me të saj. Unë jam bërë në të njëjtën mënyrë si ajo. Në të njëjtën ditë dhe nga gjetat materiale. Merrni jetën time zotëri. Jo. Helenës duhet t'i bëj autopsi. Jo, ju lutem zotëri, ju përgjërohem më merrni mua me të saj. Prit ma një mua trupin dhe ju mendoj se as nuk do të bërtas, as nuk do të qaj. Ju lutem zotëri, merrni jetën time. Merrni jetën time, ju përgjërohem. E pse nuk do t'jetosh? Unë duhet jetoj. Por jo pa të. Nuk duhet ta brisni Helenën. Por çfarë ndryshimi ka për ju që ta merrni jetën mua me të saj? Nuk ka asnjë ndryshim. Mirë. Po ta plotësoj dëshirën. Helena! E ja droga! Kam nevojë për ndihmën tënde. Po duhet t'i bëj autopsi Primusit për arsye kërkimore dhe duhet të jesh ti asistentja ime. Primusit? Në fakt, unë zgjolla ty për këtë, por Primusi nuk i përkroi vendin tënd. Primus? Mos e bëni të huaj zotëri. Ma bëni mua autopsi zotëri. Jo Helena. Do shkoj unë të bëj. Të lutem largohu që këtej, nuk duhet jesh fare këtu. Primus, nëse ti shkon, unë do hidhem nga drejtarja. Mos bëj mbasira Helena, qetësohu. Helena dhe Primus. Qetësohu. Unë tashëm në bërë eksperimentin ti. Ju jeni dy të dashuruar. Jeni dy robot të dashuruar. O, perdi! Jeti njështë të përgallë! Helena Shtrajt, mora guximin ta vendos këtë letër mes këtyre luleve që kam krijuar për ty, të cilat I kam paksuar me emrin Ciklamin Helenae, si emri yt. Por kjo nuk është dhurata kryesore që kam për ty në këtë përvjetor. Kam krenarin dhe knatësin të them se para 2 muajsh kam bërë një zbulim të maniqëm, me anë të cilit tani jem në gjendje të rifusë robotet plotësisht në ullin e natyrës. Ata tani mund të kenë ndjenja si ne dhe madje mund të dhe triprodhohen mes gjinive.
Para një muaji kam prodhuar bazuar mbi këtë zbulim një robot mashkull me emrin Primus dhe një robot femër me emrin Helena. Helenën e kam bërë identike si ti. Kur ta shohësh, do mendosh se po takon motrën tënde binjake. Mendoj se brenda 2 apo 3 brezave, pasardhësit e tyre do t'jenë plotësisht gjenie njerëzore. I yti Dr. Gall. Shkoni në ullën tuaj të dashur. Ti Primus do jesh burri i saj, ndërsa ti Helena do jesh gruaja. Shkoni! Shkoni! O ti me beguar! Natyrë! Jeta njerëzore nuk të zhduket prej te! Helena! Jeta njerëzore nuk të zhduket! Jeta njerëzore do të nisë nga para dhe të zërë fjell nga dashuria! Ajo zëroj një edhe në shketet një! Dhe të qka që kemi kërë në shkuve! Të gjitha teknologjitë që letën toshë! Të gjitha artë yni ma! Të gjitha mendimet dhe filozofit tona nuk do të pëmbase! Jeta